Ismet Kryziu, drejtor ekzekutiv i KDI-s. Mirë se erdhe kënaqësimet pas studio. Faleminderit, kënaqësimet janë me ju dhe me publikun tuaj. Zoti Kryziu, për të katërtën herë, qytetarët brenda këtij viti pi drejtohen në kutia të votimit me 28, e dim secili që është data e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Një vit i humbur për Kosovën, ku partia e parë Lëvizja Vetëvendosje me 42%, 48 deputet nuk arriti të krijojë institucionet e reja të dala nga zgjedhjet e nënshkurtit. Ç'a ndodhi sipas jush, nuk pat vullnet politik Albin Kurti dhe partia e tij, apo pse erdhëm deri te kjo situatë? Normalisht do të thotë është 4 herë që shkojmë në zgjedhje për demokracitë të qëndrueshme ose demokracitë që konsoliduara, ndoshta do të dukej si një proces normali, mosmarrveshje politike, i kalkulime politike, por në situatën që ka kaluar Kosova, mendoj që është një avanturë politike, subjekte politike. Ju e përmendet zotin Kurti me 42%, 42.5%, më duket 48 deputet. Nga ajo që kemi pa gjatë këtij procesi, ai nuk ka bërë asnjë hap për të ndërtuar institucionet. Pse ka qenë dhe pse ideja tina për të krijuar këtë vakum një vjeçar pa institucione, nuk e di, por gjithsesi veprimet e tij kundërkushtetuese në konstituimin e kuvendit, edhe më tutje mënyra dhe forma që u ka qas subjekte politike në këtë rast Lidhjes Demokratike për të formuar koalicionin, ka qenë forma jo serioze, edhe s'ka qenë kryesisht veprime politike të cilat kanë pas interes për të krijuar koalicione apo për të krijuar institucione. Tani çfarë më shifet mbrapa kësaj, nuk e di, do të thotë ka elemente të ndryshme të cilat janë spekuluar ose diskutuar, çështjet edhe agjendat të cilat e presin Kosovën në raport me Serbinë, pas ardhjes së presidentit Trump, çështja e gjykatës speciale, do të thotë gjitha këto janë parë në si një mundësi që mundën me pas impakt në këto zgjedhje dhe ndoshta është një kohë kur zoti Kurti ka vlerësuar politikisht që do të jetë më e mirë për të veprohet në këtë formë siç ka vepruar deri sot. Zoti Kryziu, a ka logjik deklarata ose thirrjet e partisë që dole para duke akuzuar ish partitë opozitare dhe të tjerët duke thënë që votojmë në qeverinë ose kryetarin e kuvendit? Që është mundur një parti që ka dalë para pas një marrëveshje politike me ndonjë subjekt politik të bëj thirrje votojmë ose kryetarin e kuvendit ose qeverinë? Sistemi parlamentar tek ne, i cili edhe sistemi zgjedhor, i cili është proporcional tek ne, do të thotë nuk ka krijuar mundësinë ose nuk krijon mundësinë që të kemi një subjekt të vetëm politik. Do të thotë është bërë si një masë i demokracive të breshta në ndërtim siç është Kosova. Por rastin e 2021 kur ai së bashku me listën Guxot të vëllëqur nga presidentja tash Vjosa Osmani, atëherë muar mbi 50% edhe nuk e pat nevojën për krijimin e qeverisë më të tjeshme, duke pas parasysh edhe rrethonat se si është zgjedhur presidentja. Por normalisht që s'ka kuptim. Në arsyeshmërinë e tyre ne gjatë asaj periudhe si shoqëri civile kemi pas shumë takime me liderët e subjekte politike, kemi tentuar të japim kontributin ton në zhbllokimin e kësaj situate. Qëndrimet e vetëvendosjes kanë qenë të një natyre që të pakuptueshme për politikën, sepse arsyeshmëria e tyre është që kryetari i parlamentit do të thotë nuk ka nevojë të jetë pjesë e negociatave dhe marrëveshjeve të qeverisë, madje ata shkojnë edhe më tutje me idenë e tyre që edhe presidenti s'ka nevojë të jetë. Edhe kalkulimet edhe koalicionet bëhen vetëm në qeveri. Unë mendoj që kjo është kundër praktika parlamentare, kundra idesë së shumicës parlamentare, sepse zgjedhja e kryetarit vjen si rezultat i krijimit në shumicë parlamentare. Dhe zoti Kurti s'ka tentuar në asnjë moment të krijojë shumicën parlamentare, ose ndoshta ka pasur disa takime me zotin Limaj, me sa kujtoj, por me Lidhjen Demokratike do të ka pasur një letër publike e cila në praktikën e ndërtimit të koalicionit nuk është si proces që zhvillohet në atë format siç e ka zhvilluar zoti Kurti. Zoti Kryziu, po besoj që jeni në ngjarje, i keni pa çfarë po ndodh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga 2 anëtar të Lëvizjes Vetëvendosje, Alban Krasniqi dhe Sami Kurteshi. Sami Kurteshi në një reagim në faqen e tij Facebook i quajti mediat gazetarët vrasës me pagesë. Kjo gjuhë e Sami Kurteshit u dënua dhe u kërkua shkarkimi i tij. Nuk është hera e parë që Sami Kurteshi bën deklarata të tilla. KQZ-ja është një institucion kushtetues,
Edhe ne si organizata që kemi monitoru procesin zgjedhor, shpeshherë kemi kërkuar që përbërjen e KQZ të ndryshojë edhe të mirën disa praktika të shteteve të ndryshme ku nuk përfaqësohen partitë politike, por kemi sikur që është rasti me kryetarin i cili vjen nga sektori ose nga dega e drejtësisë, këtë formë për ta ruajtur neutralitetin, për ta ruajtur objektivitetin edhe kredibilitetin e këtij institucioni. KQZ-ja s'ka qenë në pikën më të dobët asnjëherë prej themelimit të saj, ose jo prej themelimit, por prej marrjes së përgjegjësive nga ana e vendorëve në vitin 2010, pas shpalljes së pavarësisë, kur KQZ ka lënë kompetencat vendore si institucion kushtetues. Mendoj që gjuma që cilën e përdorin ata është një gjumë e cila jo vetëm që është jo etike, jo vetëm që dëmton imazhin e KQZ-s, por ka prodhuar edhe reagimin e institucioneve ndërkombëtare për të orientuar edhe për të siguruar që kemi proces të drejtë zgjedhor edhe gjithëpërfshirës. Unë mendoj që kjo gjumë është e dënueshme, mendoj që nuk janë duke i bërë derë angazhimit të tyre në KQZ, mendoj që tani derisa të zgjedhërit vinë nga subjektet politike, por marrin votën përmes parlamentit, do të thotë subjektet politike, mendoj të në situatën kur nuk kemi parlament Kosovës, nuk kemi kuvend, mendoj që kjo nuk mund të bëhet ndryshimi deri në periudhë. Normalisht që shkarkimi do të mund të bëhen nga presidentja, ajo ka bërë shkarkim, zotë Kryqëziu, nga ana e Vjosa Osmani. Vjosa Osmani konsideroj si presidente ka dalur nga roli i saj presidentes, sidomos në këtë periudhën e fundit kohore, qoftë me takimin e subjekte politike dhe me përcaktimin e datës zgjedhore, kur nuk mori parasysh fare vullnetin e shumicës të partive politike shqiptare në Parlamentin e Kosovës, të përfaqësuara jo për faktin shqiptar etnik, por për shkak të peshës edhe fuqisë që kanë në Parlamentin e Kosovës, nuk mori fare parasysh vullnetin e tyre dhe caktoi. Mendoj që kjo është një dalje nga roli i presidentes, edhe presidentja edhe në shkarkimin e Vadet Dakës, besojmë ne atëherë kemi reaguar, që ka dalë përmbi kompetencat e saj, por kemi pas disa raste që presidentja ka qenë për mos të thënë e angazhuar në përkrahje të subjektit politik që është në qeveri, por ka qenë, si më thonë, indiferent ndaj zhvillimeve që kanë ardhur nga qeveria dhe në këtë rast nga dy këshilltarët ose dy anëtarët e KQZ-s. Anëtarët e KQZ-s jo vetëm për mediat, do të cilët i kanë atakuar, ata në vazhdimsi atakojnë edhe shoqërinë civile, edhe neve si rrjeti organizata që merren me monitorimin e procesit zgjedhor, edhe mendoj që fatkeqësisht në këtë periudhë KQZ-ja shndru në një kolegj politik i cili në fakt nuk ka kompetenca as fuqi të politikave dhe vendimarrjes politike, por gjithsesi debati në opinionin publik është duke u dhënë dhe vëmendja jonë sot është shumë më e madhe të KQZ dhe deklaratat e dy anëtarëve të KQZ-s sesa të procese tjera të cilat janë shumë të rëndësishme për të përgatitur deri në 28 dhjetor. Zotë Kryqëziu, e pam veprimin e fundit në KQZ, në nga mbledhjet, nuk u certifikua lista serbe. Pse ky patriotizëm i lëvizjes vetëmendosje me listën serbe. Dje që lista serbe do të certifikohet për shkak se kanë bërë ankesë në PZAP dhe në Gjykatën Supreme. Pse këto veprime të lëvizjes vetëmendosje, qoftë nga udhëheqësit e partisë, por edhe dy anëtarët që kanë në KQZ? Unë mendoj që këtu janë veprime patriotike, përkundrazi veprimet patriotike do të ishin të formatit tjetër dhe mënyrës tjetër për të ruajtur institucionet, absolutisht për të ruajtur institucionet. Këto janë veprime politike për të reaguar edhe për të prodhuar reagim të masës së caktuar, të elektoratit së caktuar, madje besoj që jo edhe gjithë elektoratit vetë që e ka vetëvendosja, por të masës së caktuara janë veprime të cilat nuk kanë kur fare efekti përpas debateve politike të cilat nxiten. Do të thotë është e katra herë që është të ndodhur e njëjti proces, edhe procesi është duke shkuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe duke u rikthyer që është një déjà vu e kotë e cila është duke ndodhur, por madje konsideroj që është në kundërshtim me ligjin. Për arsye se subjektet politike do të thotë bazuar në ligjin janë të certifikuara në momentin e regjistrimit. Edhe subjektet politike janë të detyruara të njoftojnë KQZ-n nëse nuk dëshirojnë të marrin pjesë në garë. Kjo nënkupton që gjitha subjektet politike, të cilat janë të regjistruara dhe përmbushin rregullat e veta siç janë
pagesat, gjobat, gjitha ato kontributet e tyre që duhen në raport me ligjin janë certifikuar. Edhe unë kujtoj që ky votimi për certifikim është votim politik dhe s'ka nevojë të jetë fare në KQZ. Rekomandimi, zyrja për regjistrimin e subjekte politike, e cila është përgjegjëse edhe vjen me rekomandimin, unë mendoj se kjo s'do duhet të votojë fare, edhe është në kundërshtim me ligjin, besoj unë, në formatin se si po votohet. Por kjo është një veprim, mos ta them politik, por është një veprim cilin vetëvendosja përmes këtyre dy kandidatëve ose dy anëtarëve që i ka në KQZ po e fillon një krijim të fushatës zgjedhore me idetë ku ajo do të marrë pjesë në zgjedhje edhe ku do të jetë fokusi i saj, është në këtë rast do të jetë ajo lista serbe, bashkëpunimi ose atakimi i aktorëve tjerë me bashkëpunimin me listën serbe. Por ndryshe, ne nuk mund të shpallim për asnjë veprim individual, qoftë ai kryetari i listës srpske, qoftë ndonjë anëtar për asnjë veprim individual. Përgjegjësia është individuale. Ne nuk mund të shpallim një organizatë terroriste, aq më pak KQZ-ja s'mund ta shpall. Domethënë janë institucione tjera, janë mekanizma tjera që duhet veprojnë për të marrë drejtën e subjektit politik për të certifikuar. Nuk është KQZ-ja ajo e cila duhet të bëjë, edhe kjo është, mendoj, përtej mandatit, është duke e degraduar vlerën e KQZ-s, është duke e humbur besueshmërinë në KQZ si institucion kushtetues neutral, edhe si institucion i cili ka përgjegjësi që të organizojë zgjedhje dhe të zgjedhjet të jenë gjithëpërfshirëse. T'ju mundsoj ofrimin edhe pjesëmarrjen në të gjitha komuniteteve, këtë rast pakicë apo grupeve të tjera, do thotë në këtë proces. Unë mendoj që kjo është e dëmshme për shtetin e Kosovës, edhe partitë politike në këtë rast përfaqësues të tyre nuk duhet luajnë me interesa partijake për të dëmtuar shtetin. Në këtë rast kemi papërgjegjësi edhe nga ana e partive tjera subjekte politike, cilat rastisht ose qëllimshëm ose në mungesë të guximit janë futur në një narrativ populiste të vetëvendosjes, sepse dy votat vetëvendosjes nuk mund ta stopojnë certifikimin edhe për të hapur drejt një proces të ankimimit edhe në PZAP, kur kemi edhe subjekte tjera aty të cilat kanë abstenuar. Edhe mendoj që abstenimi i tyre është një farë futje në atë farë narrativën cilën është duke krijuar vetëvendosja, siç e kemi parë në parlament, bashkëpunimi me listën srpske, dhe kemi ardhur deri në momentum kur subjektet politike tjera të cilat potencialisht kishin alternative dhe mundësi me kriju institucionin, deklaratën e parë që e bëjshin publike, ne do të jemi me listën srpske. Kjo mendoj që nuk i bën mirë demokracisë, kjo mendoj që nuk i bën mirë institucionit, kjo mendoj që dëmton integrimin e komunitetit serb edhe respektimin e institucioneve dhe sjell pasoja të cilat më sot po i shohim edhe në politikat ndërkombëtare, po edhe në vendimet ndërkombëtare të institucioneve. Zotë Kryziu, kur jemi te KQZ-ja, ka pas disa tentime nga mbledhjet e KQZ-s që mërgatës t'i dërgohen flet votimet me email. Një vendim tjetër, i cili është po ashtu në PZAP dhe Gjykatës Supreme, është që të ketë hapësira të reja për mërgatën e atje, siç janë disa restorane ose salla dashmas, kur dihet sakt se si mund të votohet në vendet ku jetojnë shqiptarët në diasporë. Janë ambasadat, janë konsulatat, por pat një tentim të lëvizjes vetëvendosje që të ketë hapësira të reja. Vetëdijshëm, anëtarët e KQZ-s po shkelin rregullorët dhe ligjet mbi të cilat funksionon KQZ. Unë mendoj që do të thotë nuk është çështje vetëm e anëtarëve. Kjo është një politikë sepse matutjene kemi mas ankesës së lidhjes demokratike në PZAP edhe analimin e atij mendimi, kemi ankesën e vetëvendosjes tani në Gjykatën Supreme. Kjo është e mbështetur nga subjekti politik, i cili është duke krijuar si në raport me listën srpske, është duke krijuar një narrativ që subjektet politike tjera janë kundër mërgjimtarëve tanë. Mërgjimtarët nuk janë pronë askujt. Edhe ne nuk mund të lejojmë vendvotime të krijuara të cilat nuk kanë bazë ligjore. Edhe është e dëmshme për shtetin e Kosovës. Ashtu ne mund mas nesër mund të krijojmë edhe të numërojmë edhe votat e pavlefshme. Edhe të themi për shkak se ky subjekt ose kjo s'ka ditë me votu, të krijojmë këtë çështje. Mendoj që kjo është në kundërshtim me ligjin, është kundër ligjit. Ne për shkak të kostos financiare, për shkak të angazhimit, për shkak të institucioneve tona
që shpesh herë nuk janë neutrale, e cilat duhet të përfaconin shtetin, po shpesh herë edhe nga pozita diplomatëve përfacojnë partitë politike, edhe atëherë kemi qenë kundër organizimit edhe kundër votimit jashtë. Edhe tani po shihet pjesëmarrja e ambasadorëve në takime politike të subjektit politik të vetëvendosjes në takime publike, të cilat zoti kryeministër në detyrë i ka mbajtur. Edhe mendoj që kjo ne kemi qenë kundër për shkak të kësaj, që mos t'i japim zgjedhjeve një imazh negativ, duke ditur që institucionet tona nuk janë mjaftueshëm të fuqishme me integritet edhe të pahanueshme partjakisht. Jashtë, do të thotë mos ta dëmtojmë procesin zgjedhor, një standard që në Kosova ka arritur ta ndërtojë në këto 10 vitet e fundit, edhe ka arritur të jetë një ndër masat ose indikatorët e demokracisë zhvilluar në gjithë parametrat e matshëm të raporteve ndërkombëtare. Për shkak të zgjedhjeve të ndershme, të drejta dhe për shkak të procesit zgjedhor. Tani ne nuk guxojmë ta dëmtojmë këtë proces. Gjithsesi, është vendosur me ndryshimin e ligjit. Vetë vendosja ka qenë në pushtet, vetë vendosja me shumicën e ndryshimeve ligjore i ka bërë edhe ka mundsuar votimin jashtë në ambasada dhe në konsulata. Edhe tani kjo është më tepër një farë lloj propagande dhe tërheqje vëmendjes edhe manipulim ose tentim manipulimi me diasporën jashtë, me qytetarët tanë që jetojnë dhe punojnë jashtë, gjëja se partitë politike tjera janë kundër të drejtës së votës së tyre. Askush nuk është kundër të drejtës së votës së tyre, por ne nuk mund t'i bëjmë edhe nuk duhet t'i bëjmë të kompromise mbi ligjin, duke shkelur ligjin. Qose ne dëshirojmë të krijojmë edhe institucione tjera ku mund të votohet, s'pari duhet ta ndryshojmë ligjin, por matutje edhe këto propozime nuk është se janë valide, sepse duhet merret leje veçantë nga ato shtete, dhe ne nuk e dim se si do të na lejohet ose a do të na lejohet nga ato shtete përpos ambasadave të votohet apo të mos votohet në këtë restoran. Mendoj që edhe kjo është një farë lloj më tepër do të thotë jo për të mundsuar qytetarëve tonë atje për të votuar, por më tepër është një farë lloj manipulimi politik i cili është duke u bërë që disa vite në Kosovë, gjëja se vetëvendosja ka një farë si më thonë një farë impakti më të madh apo një përkrahje më të madhe të qytetarëve të diasporës. Zoti Kryeministër, 11.5 milion euro është kosto e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Ende qeveria në detyrë nuk ka ndarë buxhetin për KQZ-n. Dihet se do të shtypen fletat e votimit, jemi pak ditë nga data, apo rrezikohet procesi? Nuk besoj që do të vjen drejt shpërndarja e këtij buxheti, por ndryshe do të ishte në sens një situatë pa parë në organizimin edhe përgjegjësitë e menaxhimit zgjedhor. Gjithsesi, unë mendoj që tani KQZ-ja ka përgatitje, ka kalendarin, ka hapat edhe veprimet, edhe besoj që qeveria në detyrë, tani edhe ministrat në detyrë do ta bëjnë alokimin me kohë në mënyrë që mos na prodhohet një situatë re e cila s'ka qenë deri tani te ne dhe nuk di se si do të veprojë dhe çfarë hapa do të ndërmirë në atje. Është një situatë pa parë, domethënë, por besoj që më shumë se vonesas do të ketë edhe ndarje të fundit, sepse atëherë do të ishte dështim i shtetit në shumë mekanizma dhe në shumë prime. 3 ditë para ndërimit të motove, duhet të dalin shtetasit e Kosovës të votojnë. Nuk ka ende një qëndrim të Bashkimit Evropian, zoti Kryziu, se a do të ketë monitorues ose vëzhgues së procesit, nëse do të ketë, po besoj që do të jetë në numër të limituar për shkak të festave të fundvitit, demokracia në veprim, këtë ikin e përcjellur tash sa vjet procesin zgjedhor. A ka rrezik që të ketë kushtimisht të them një proces të lënduar me 28 dhjetor, të mos ketë integritet, apo si do të rrjedh procesi në ditën e 28 dhjetorit? Po tani, normalisht që periudha në cilën po marrin zgjedhjet të shpeshta, gjitha këtu kanë pasur impakt edhe në organizimin e misioneve ndërkombëtare për vëzhgimin e procesit zgjedhor, por gjithsesi kanë impakt edhe në misionin tonë. Ne ende nuk kemi bërë një marrëveshje ose një kontraktim me donatorët dhe partnerët tanë për vëzhgimin e këtij procesi zgjedhor. Kemi sinjale pozitive, por tani jemi gati në proces zgjedhor edhe ne ende s'kemi, për shkak se periudha kur ka ndodhur procesi zgjedhor, shumë organizata buxhetore ndërkombëtare i kanë mbyllur buxhetet për këtë vit dhe nuk kanë qenë. Komisioni Evropian, për shembull, i cili
ka pasur dëshirë ose ka shprehur dëshirën na përkrah për shkak të burokracisë të brendshme të cilën e ka dhe për shkak të pushimeve dhe gjitha këto s'ka mundur me përkrah demokracinë në Europë. Gjithashtu unë konsideroj se misioni i BE-s do të jetë prezant, por do të jetë me një numër shumë të vogël të kufizuar për shkak të pushimeve, për shkak të angazhimeve dhe anënshimeve që vëzhgues të tyre ose njerëz që janë të përfshirë në këtë proces ose duhet të ishin të përfshirë. Kështu që rrezikojmë në një farë nuk e di në javën e ardhshme në javën e ardhshme e dim saktësisht se a do të jem pjesë e procesit. Në zgjedhjet lokale nuk ishëm, në këto zgjedhje ishëm në një numër të kufizuar, do të thotë shumë më të kufizuar në këto zgjedhje jemi në negociata me disa ambasada këtu, jemi të interesuar që të jemi spaku në ditën e zgjedhjeve me rreth 600 vëzhgues, por mungesa e vëzhguesve, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar, mendoj që është një mungesë e legitimitetit procesit, mungesë e kredibilitetit procesit. Kjo jo detyrimisht ndoshta e avancon procesin, por gjithsesi unë mendoj që vëzhgimi nga palët neutrale në këtë rast, qoftë vëzhgues ndërkombëtar, qoftë vendor, bëhet për të dhënë legitimitet edhe për të garantuar që procesi është duke shkuar në baza zgjedhore. Për shembull, ju keni pa deklarimin e ambasada me rastin e zotit Kurteshi edhe për deklarimet e tyre, do të thotë edhe për certifikimin e listës serbse, apo edhe për gjunën. Edhe për këtë arsye ekzistojnë mekanizma të cilët e vëzhgojnë këtë proces edhe për të dhënë legitimitetin e këtij procesi. Ne nuk marrim vendime, as vëzhgues nuk marrin vendime, por mund ta nxisim publikun, mund ta nxisim institucionin të rikthehet vendimeve të veta ligjore. Që kjo është për herë të parë, do të thotë me një masë të tillë rrezikohet ky proces që të mos ketë vëzhgim fare as vendor as ndërkombëtar, ose të ketë vëzhgim me trupa shumë minimale, të cilat mund të jenë qoftë nga ambasadat, po duke pas parasysh që edhe në ambasada shumica e qytetarëve ndërkombëtar që punojnë në Kosovë do të jenë aranxhime të pushimeve të veta, mendoj që kjo e bën shumë më të zbehur procesin edhe legitimitetin e procesit. Çka prodhon 28 dhjetori sipas me të kryzit? Unë nuk e dim, duke marrë parasysh çka është zhvilluar deri tani, edhe duke parë edhe pse do të thotë nga gjuha e cila është duke u përdorur nga partitë politike, edhe pse s'kemi filluar në fushatën zgjedhore reale edhe zyrtare, do të thotë nuk jemi duke pa se ka ndryshime të qëndrimeve. Normalisht që zgjedhjet mund të ndryshojnë rezultatet, mund të ndryshojnë qëndrimet politike, edhe mund të krijojnë një momentum politik për të pasur institucione edhe për të sanuar krizën e cila u prodhua brenda një vit periudhë pa institucione. Por mund të na fusin edhe në një krizë tjetër. Në një krizë tjetër, duke pas parasysh që për funksionalitetin e institucioneve nuk është e nevojshme vetëm gjatë një numra, jo vetëm shumica parlamentare, tani na nevojitëm të 80 numra edhe për zgjedhjen e presidentit ose presidentes, në moment që ne nuk arrim ta përmbushim edhe atë obligim kushtetues, ne do të detyrohemi të shkojmë përsëri në zgjedhje. Do thotë, tu jemi me një situatë cilën shumë vështirë është ta paramendojmë ose ta kalkulojmë, por në bazë të deklaratave, nëse shohim liderët e partive politike, spaku ato që deri dje kanë refuzuar me një farë forme të bashkëpunojnë me vetëvendosjen, ose nuk kanë përgjigj mënyrës se si u ka qasë vetëvendosja, edhe tani kemi deklaratat e njëjta. A do të jetë qëndrim i njëjtë, a do të jetë qëndrim tjetër, mbaret edhe nga rezultatet. Çfarë rezultate do të ketë, këto nuk mund ta dim, por gjithsesi janë disa trende të cilat potencialisht mundën me arë në shprehje edhe me kriju një situatë më të mirë ndoshta drejt një marrëveshje politike e cila do të garantante një qeveri e cila do të vazhdonte punën e saj edhe funksionalitetin e institucioneve të cilat ka nevojë Kosova. Në bazë qëndrimeve të partive politike, zoti Kryziu, ka një qëndrim të betonuar të ish partive opozitare se në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon, në asnjë kusht nuk do të hyjë në koalicion me lëvizjen vetëvendosje. A mund të përsëritet një skenari non shkurtit, zoti Kryziu, pavarësisht se kemi disa gjykime të gjykatës kushtetuese? Tani, gjykimet e gjykatës kushtetuese me një farë forme e kanë lehtësu procesin. Tani kemi disa gjykime të cilat erdhen si pasojë e shkeljeve kushtetuese, pavarësisht që unë konsideroj që edhe veprimet
shkencët të kushtetutës kanë qenë të vetëdijshme, sepse subjekti politik në këtë rast vetëvendosja, unë besoj që ka pas mjaftueshëm ekspertizë, po ka pas edhe thirrje edhe nga shoqëria civile edhe nga partitë politike, por gjithsesi tani kemi vendime, interpretime të gjykatës kushtetuese, të cilat nuk krijojnë mundësi që të kemi një krizë kaq gjatë. Do të thotë një prodhim të krizës ka gjatë, edhe pse në proces do të thotë kemi një afat 30 ditor, mbas certifikimit të rezultateve. Që nuk është të sqaruar kjo pjesë. Po nuk është të sqaruar cili do të jetë veprimi nëse nuk u instalohet kuvendi mrena 30 ditësh. Do të thotë kjo pjesë ende nuk e kemi të sqaruar çfarë do të bëhet, por gjithsesi tani kemi një konizm më të qartë në krijimin e institucioneve, edhe unë besoj që institucionet do të thotë nuk janë krijuar në mungesë të vullnetit politik, edhe jo për shkak të problemeve ligjore dhe kushtetuese. Por gjithsesi tani këto probleme i kemi shumë më të detajuara, shumë më të qarta, edhe besoj që nëse nuk ndryshojnë qëndrimet e subjekteve politike, atëherë nuk do të kemi vullnet politik. A do të kemi mundësi që të krijohet një krah tjetër politik i cili krijon shumicën, e që në këtë rast brenda këtij viti u pa që partitë politike opozitare, për mendimin tim, nuk patën vullnet politik për të krijuar një shumicë, sepse unë mendoj që ata qysh në shkurtës së mask do të mund të krijonin këtë shumicë, por nuk patën vullnet politik as të krijohet një shumicë alternative ndaj subjektit parë politik që i dol, po as të bashkullohet me subjektin e parë politik. Unë besoj se këto qëndrime do të ndryshojnë mas janarit, por mas 28 dhjetorit, edhe po flasëm janarin për julla, kur ndodhë certifikimi zgjedhje. Por gjithsesi, kjo besoj që impakt madh do të ketë rezultate. Rezultatet zgjedhore do të kanë impakt madh në zhvillimin edhe hapat më të tjerë se si do të shkohet. Ish liderët e partive opozitare, zoti Kryziu, po preferojnë një qeveri të ardhshme nga partitë që kanë qenë në opozitë, por është një deklaratë interesante e kryetarit të ri të PDK-s Bedri Hamza, i cili thotë se nuk kanë vijat kuqe për asnjë subjekt politik, përfshi këto dhe lëvizjen vetëvendosje. A mund të kemi një qeveri e cila mund të evitonte edhe zgjedhjet për presidentin ose presidenten mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje? Po tash, është një ndryshim i kursit me ardhjen e zgjedhjen e zotit Hamza në deklarimin publik të tij, që nuk kemi vijat kuqe, por nuk e kemi një qëndrim të tillë nga zoti Kurti, spaku sa i përket Partisë Demokratike. Do të thotë për një vit ne kemi pa që vetëvendosje ka vendos vijat kuqe në krijimin e partneritetit me Partinë Demokratike. A do të zhvillohet ky partneritet apo do të zhvillohen tjera? Përsëri, unë besoj që rezultatet zgjedhore shumë do të indikojë këto qëndrime të subjekte politike, se si do të jetë qasja e tyre më të tjerë. Por gjithsesi, do të thotë kjo mund të ndodhë që mos të kenë vijat e kuqe, por do të thotë që mund të prodhohet koalicion, sepse ne s'kem vijat kuqe dhe nëse themi për shembull që ne dëshirojmë pozitën e kryeministit, edhe nëse jemi subjekti i dytë ose i tretë ose ku di unë, ndoshta kjo do të na vështirësoj krijimin e koalicionit, partneritetit. Kështu që nuk është diçka garancë ajo deklaratë, unë më tepër mendoj që është etike dhe politike, se sa e cila është një sinjal që potencialisht mund të prodhohet, sepse duhet të shohim atje rezultatet, duhet të shohim negocimet cilat kanë. Që negocimet nuk bëhen vetëm për pozitat, por Kosovën besoj që e presin shumë çështje të pasgjidhura, shumë çështje të ndërlikuara edhe në arenën ndërkombëtare. Edhe besoj që duhet një bashkëqeverisje e cila mund të dakordohet edhe për politikat, edhe për vendimet, edhe për veprimet institucionale të matutjeshme, jo vetëm për ndarjen e përgjegjësive ose për marrjen e pozitave ose ndarjen e pozitave. Unë besoj ky është problemi më i madh tek ne, sepse kemi disa zhvillime të cilat në Kosovën e presin me ndërtimin e institucioneve, se duhet merr përgjegjësi edhe duhet të zbatojë gjitha ato përgjegjësi që ka përballë partnerëve ndërkombëtar. Zoti Kryziu, hipotetikisht, nëse nuk kemi një gjuhë fyese, përçarëse, polarizuese të urrëties gjatë fushatës për 28 dhjetor, a janë këto indikacione për shembull se qoftë lëvizja vetëvendosë se parti tjera do ta ruajnë njëra tjetrën kushtimisht jashtë asaj gjuhë që kemi parë me non shkurt, në mënyrë që pas 28 dhjetorit ndoshta një subjekt politik mund të qeverisë me lëvizjen vetëvendosë ose të ketë një qeveri nga krahëtja. Ajo gjuha normalisht është e dënueshme, gjuha jo
jo e pranueshme, do të thotë gjua e cila nxit urrëti ose gjua e cila, por gjithsesi, nëse këto parti politike do të kenë një rastësishmëri për shkak të ndryshimit të gjuhës, ka ndryshuar qasjen në partneritet, unë mendoj se këto kanë bërë dëm shumë qytetarëve të Kosovës. Sepse unë skujtoj që mungesa e partneritetit ka ardhur vetëm si pasojë e gjuhës. Edhe ne nuk është dashur të humbim një vetë për të përmirësuar 2-3 lider gjuhën edhe për të dhënë vendit edhe shtetit të institucione. Domethënë kjo do të ishte jo serioziteti subjekte politike, por gjithsesi është e mirë që gjuha të përdoret konform standardeve etike, të cilat e mundsojnë edhe krijojnë zgjedhje të lira, drejta dhe barabarta. Ne jemi për të ndryshuar gjuha, duhet të ndryshohet, besoj që do të ndryshohet. A pret një gjuhë sikur në fushatën, në zgjedhjet e nënshkurtit? Deri tani se kemi pa jo ndoshta, dhe pse ka elemente të kësaj, por gjithsesi deri tani s'kemi pas paku nga liderët e subjekte politike, nuk kemi pa. Për ashtu do të thotë disa raste të cilat po ndodhin mes aktorëve të tjerë të partive politike, por gjithsesi nga ana e liderëve politik deri tani nuk kemi pa. Zoti Kryziu, ke pa lëvizjet e fundit të partive politike, secila gati prej tyre, po marrin njerëz të ri, po marrin profile të ndryshme, PDK, LDK, AK dhe të tjerat, por nuk ka asnjë aderim në lëvizjen vetëvendosjes, paku deri në këto momente kur po bashkëbisedojnë. Cila është arsyeja sipas jush, a se shohin si alternativë një afarist, një mjek, një intelektual, një shoqëri civile që të jenë pjesë e listës së tyre? Unë mendoj që vetëvendosja ka arrit në atë fazën që vetvetja duket e vetë mjaftueshme. Domethënë sepse edhe këto aderimet e reja që kanë ndodhur në vetëvendosje ka qenë një praktikë kur lideri i kësaj partie i prezantoi në për gjithë ato, jemi tu e pa mungesën e kësaj, domethënë jemi duke e pa. Është një arsye që ndoshta pse zgjedhjet kanë qenë në shkurt edhe nuk e ka pa shumë të nevojshme të lëviz në listën e saj, por gjithsesi edhe te vetëvendosja kemi për SHDK-n ose një subjekt politik i cili ka aderuar, edhe ndryshimi kujtoj se nga shkurti në këtë rast tani kemi një koalicion, domethënë për dallim ku është votuar atëherë dhe është garuar vetëm me logon edhe me emrin e vetëvendosjes, sot kemi një koalicion me 3 subjekte të tjera politike. Është kjo një arsye që edhe njerëz nuk dëshirojnë të futen në këtë subjekt politik, mund të jetë, domethënë prej qasjes që është krijuar në mënyrën se si qeverisë vetëvendosja, në mënyrën se si mirën mendimet edhe në ato që është duke diskutuar në shoqëri mund të jetë edhe kjo, por ne kemi kotet e dielën për të parë listën se a do të ketë freski edhe a do të ketë emra të tjerë. Tani, unë besoj që do të ketë edhe në vetëvendosje emra të tjerë, edhe pse s'jam, por po e bazoj në një fakt, në faktin e prezantimit të kabinetit qeveritar, për shembull, ne kemi po emra për cilët kemi besuar që do të jenë pjesë e institucione politike në këtë rast, sepse një pozitë e ministrit ose institucion politik. Kështu që nuk e dim, do të thotë mund të jetë të dielën kur publikohet lista kandidatëve, mund të ketë edhe në vetëvendosje kandidat, cilët më të tjerë gjatë fushatës do të prezantohen me vlerat e tyre edhe me kandidatë të ri. Por në subjekte tjera politike do të thotë jemi duke pa aderimin nga bota e ekspertëve të fushat të caktuara, nga bota analista, mediale, nga subjekte politike të cilat kanë qenë më herët në garë, janë duke u bashkuar, edhe mendoj që partitë politike ju kanë qasur me një seriozitet shumë më të madh se sa në shkurtin e vitit e kaluar. Në këtë vitin, në fakt se jo në vitit kaluar, edhe pse jemi në fund vit, në shkurtin e kaluar, mendoj se ju kanë qasur me një seriozitet shumë më të madh garës qendrore, edhe janë duke bërë betejë për të ardhur në pushtet. Ndoshta në shkurt nuk është pa shumë kjo frym e betejës për ardhjen në pushtet, unë mendoj që ky proces tani me këto aderime, me zhvillime të reja, me koalicione, me futje të subjekte politike, ish kandidatëve për deputet, figurat larta, cilat kanë qenë të përfshira edhe kryeministë si Agim Qeku, kudiune, ekspertë të fushave të ndryshme, do të thotë në subjekte politike të ndryshme, unë besoj që subjekte politike ju kanë qasë me një seriozitet, do të thotë për ardhjen e pushtet, edhe do të shohim me sitetin. Zotë Kryziu,
e dina minzi ka pas një sistem ndryshe zgjedhor, reforma zgjedhore është kërkuar nga shoqëria civile dhe të tjerët. Aktualisht kemi një reformë që ka ndodhur para disa viteve, përmendet pak më herët, ku një qytetar i Kosovës mund të votojë deri në 10 kandidatë. Jeni kundër këtij sistemi ku ju po kërkoni që një vot një kandidat. Çka prodhon kjo? Cila është logjika që një qytetar i Kosovës të mos votojë 10 kandidat, por ta votojë një kandidat? Në fakt, votimi për 10 kandidat ka ndodhur regresi në ndryshimet ligjore të cilat u bën para një viti ose 2 vite, do të thotë në përgatitje të zgjedhjeve që patëm në shkurt. Në ndryshimet që kemi prodhuar në vitin 2010 të reformës zgjedhore, nga 10 kandidat është votuar për 5. është ndryshuar. Edhe ky rikthim erdhi me iniciativën e PDK-s dhe VV-s tani për të votuar për 10 kandidat. Unë mendoj që kjo është një proces i cili ka krijuar një farë, si më thonë, votimi jo të drejtë në kuptimin e krijimit të grupeve brenda subjekte politike edhe votimit në blok të disa kandidatëve. Koncentrimi i votës. Koncentrimi i votës brenda grupeve politike të cilat dakordohen edhe krijojnë. Kështu ka qenë edhe në 5, po edhe tani në 10. Edhe besoj që kjo shmang mundësinë e lidhjes së qytetarit drejt për drejt me votuesin, mundësinë e komunikimit të qytetarit edhe kërkimit të përgjegjësisë nga deputet. Një kandidat, një vot, unë besoj se do ta bënte një garë më të denjë, një garë ku qytetari i cili voton do të dinte adresën e tij për kërkimin e llogarisë, por edhe deputeti i cili zgjidhet do të dinte votuesët e vet edhe adresën e tyre nga vjen, edhe mendoj se do të shmangte këtë idenë e manipulimit të votës edhe me i thonë manipulimit ose ndikimit në këtë proces bazuar në grupacione të cilat mund të krijohen mbrana edhe krijohen mbrana subjekte politike për ta orientuar votën. Do ta bënte garën shumë më drejt, do ta bënte garën shumë më përfaqësuese, do të bënte deputetë dhe zgjedhësit shumë më të lidhur të komunikuar shumë mes veti, edhe do ta shmangte, si më thon, votën për autoritetin e liderit. Sepse votimi me një kandidat edhe si lideri sipas listës, siç është votimi në zgjedhjet lokale, do ta fillonte ta zhvillonte idenë e votimit për kandidatin. Kur kemi parasysh që një shoqëri e tonë e jona, një pjesë e madhe e tyre janë të orientuar drejt liderit edhe jo drejt kandidatëve. Domethënë ne kemi pa kandidat të natyra të ndryshme, cilat unë nuk besoj që kanë pas lerat, nuk besoj që do duhet të ishin përfaqësimi jonë në institucionin. Por kjo vjen si rezultat i votës për liderin, edhe jo si rezultat i votës për kandidatin i cili do të jetë i përgjithshëm edhe do të jetë llogarit. Kandidati ose votimi për një votë, votimi i cilin ne kemi kërkuar në shumë zona zgjedhore, do të përmirësonte kualitetin e politikës, vendimarrjes edhe zhvillimin edhe demokracinë e subjekteve politike. Por gjithsesi partitë politike janë në këtë sistem ku shohin shumë të lehtë mënyrën për me vepru në këtë format edhe vazhdojnë të jenë konsistent në qëndrimet e tyre, por mos të krijuar mundësi të reja edhe për ta mbajtur koncentrimin të një grup i caktuar brenda subjektit politik e të udhëhequr nga lideri. Kjo është mundësia më e mirë, do të thotë ku partitë hezitojnë të kanë demokraci të brendshme, të kanë garë, të kanë ndjellshmëri me deputet, edhe të kanë një përfaqësim që në fakt ne me këtë sistem tani me Kosova me një zonë edhe në përfaqësimin, si më thonë, gjeografik e kulturor nuk jemi mjaftu shumë të shpërndar ose të përfaqësuar në votën që kemi si qytetar ose gjeografikisht në këtë rast. Edhe pse Kosova është një vend i vogël, edhe është okay të ishte në një zonë, nëse subjektet politike dëshirojnë ta marrin në një zonë, atëherë të krijojnë një sistem ku një vot, një kandidat do të ishte shumë më ndershme dhe shumë më e vlefshme. Zoti Kryziu, kemi lëvizje në 4 komunat të veriut të Kosovës, ka një ndrim të pushtetit atje, 4 kryetarët janë betuar, 4 kryetarët e ri të listës serbe. Është përmendur nga Bashkimi Evropian se në momentin kur bëhet ndrimi i pushtetit, mund të hiqen masat nga Bashkimi Evropian, të cilat gati 3 vjet thuajse janë ndaj Kosovës. A prisni që me këto lëvizje që janë bërë në verinë e Kosovës, Bashkimi Evropian t'i heq masat ndaj Kosovës?
Unë besoj që gjatë këtij muaji ndoshta do të ndodhë ky veprim i largimit të masave, ose si rezultat ndoshta disa veprime që vinë të BE-s kur vinë në fund të festave vjetore, por edhe të veprime politike të cilat i përmendet ju, edhe tani më veç kemi, unë mendoj që sidomos në këtë vit zgjedhor, përfitimi më i madh i shoqërisë kosovare ka qenë pjesëmarrja e qytetarëve serbë në zgjedhje, edhe rikthimi në institucione i komunitetit pakic në këto. Do të thotë në vlerat, parametrat dhe indikatorët që e matëm ne të zhvillimit të demokracisë, do të thotë vlera më e madhe ka qenë që është arrit të rikthehen serbë, të janë pjesë e procesit zgjedhor, të garantohet pjesëmarrja aty me gjitha këto vështirësi që i përmenëm, idenë e decertifikimit të listës serbe, por edhe me betimin edhe tani me kthyrjen e këtyre zyrtarëve zgjedhur në këto institucione, mendoj që kjo është vlerë për demokracinë tonë edhe për vendin tonë, edhe ne duhet këto vlera t'i marrim si rezultate edhe jo si probleme. Edhe jo si probleme, edhe të krijojmë probleme të cilat nuk kanë nevojë të jenë probleme. Domethënë, nëse e shohim në të gjitha parametrat, do të thotë e matjev, pra po e përsëris matjev të demokracisë, zhvillimi më i mirë është pjesëmarrja e qytetarëve serbë, të cilët po një kohë refuzuan të jenë pjesë e procesit zgjedhor, të cilët nuk ishin të përfaqësuar, do të thotë për shkak të veprimeve të politikajve të tyre që u tërheqën nga institucionet, nuk dëshironin të bënin zgjedhje, edhe ishte normalisht edhe ishte dëm edhe për vetë qytetarët serb, por gjithsesi do të thotë kthimi i tyre në pjesëmarrjen në procesin zgjedhor, edhe kthimi i tyre tani në institucionet nga sot ku e bëjnë betimin, besoj që jo është vlera më e madhe që kanë prodhuar zgjedhje lokale gjatë këtij viti. Zoti Gëziu, si drejtor ekzekutiv i KDI, si pjesë e demokracisë në veprim, cili do të ishte mesazhi për qytetarët e Kosovës për 28 dhjetor? E di që është festë, e di që njerëzit janë lodhur, janë shumë inferior ndaj zhvillimeve politike. Ne kemi pa do të thotë pse tendencat të shoqërisë civile dhe disa aktorëve po për protestuar, për të pasur zhvillime ndaj mungesës së institucioneve, kemi pa një inferioritet total të qytetarëve për këtë proces. Madje numri shumë i vogël i daljes në zgjedhjet lokale, por gjithsesi unë besoj që qytetarët duhet ta marrin kurajon e tyre, duhet ta ushtrojnë të drejtën e tyre, duhet ta ushtrojnë përgjegjësinë e tyre, edhe besoj që me daljen në zgjedhje ata vazhdojnë të jenë rregullator të demokracisë dhe të funksionimit të shtetit të Kosovës. Sepse edhe nëse ne i marrim edhe i shohim zgjedhjen si një parametër, një standard që ne jemi të arrit, kjo është fal sjelljes së qytetarëve në ditën e zgjedhjeve. Ne kemi arritur në një nivel shoqëror ku qytetari lirshëm të voton, edhe kryen obligimin e vet politik, edhe kthehet vazhdon punën e veta. Edhe unë besoj që duke dalur, edhe duke marrë pjesë në këtë proces, qytetari ende është rregullatori i zhvillimit dhe mbajtjes së demokracisë në Kosovë, edhe besoj që qytetarët e Kosovës do dalin me 28 dhjetor, do të votojnë, do të shprehin vullnetin e tyre për secilin do subjekt ose kandidat që ata besojnë që i përfaqëson, edhe do të kemi zgjedhje të lira të drejta, e cilat do të prodhojnë rezultate nga të cilat presim të dalin institucionet për një mandat të ardhshëm 4 vjeçar. Zoti Gëziu, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe ju.